Mirë, shpresoj që jeni duke shijuar Kinotekën. Në çdo puntat ne ëmbëlsohemi nga Bono, kështu që un po e marr timen, po gjithmonë i ftuari në shtëpinë e shqiptarit është i pari. Xhaxhiberti me çfarë shije do? Kemi pistachio, kemi çokoladë, e zbrazat gjithën. Kemi qershi duhet jetë kjo, edhe qershi edhe ajo, okay. Tash një do ta marrësh ti, do të qerasim nëse na erdhën në shtëpi, e kupton? Nuk. Cilën nga këto do? Një do ta marrësh. Unë do të sugjeroja këtë. Okej. E gon? Ja. Jo se do biem pesh, do biem pesh. E ke ndar mendjen ti, e ke ndar. Po i ruaj që ti ha më vonë. Por kur më shkon mendja për gjë të ëmbël, patjetër shkoj te croissant Bono, mos harroni. Dhe të bëf të mirë mund ta hash tani. Jo. Do ta ha pastaj. Okej. Dhe tani kemi për të folur. Dhe do vazhdojmë bisedën. Unë them të rikthehemi edhe një herë tek mundja, se jam vërtet kurioze. A është sport që të dëmton shumë? Jo, biles na edukoi shumë. Na ka liti shumë. Edhe nga i sport unë jam akoma fizikisht shumë mirë. Po çfarë ndodhte gjatë asaj garës, po themi të mundjes, përgatitja si ishte në atë kohë? Por të shikoj tani 2000 veta, 3000 veta të bërtisnin Berti. Në pallat sportit, ëh? Pallat sportit. Është shumë e bukur kjo. Goca kishte? Kjo pjesë. Goca që bërtisnin Berti. Kjo mamaja ime. Atë ke pasur për krajen më të madhe, ëh? Vinte në çdo ndeshje. Kur dilja në finale. Edhe baba i vinte. Ata më shumë për ty kanë dashur muzikën apo mundjen? Çka kanë dashur ata të bëhesh ti? Baba i donte muzikën. Kjo labja e poshtër këtej kjo donte mundjen. Pra, mami ishte labe, kurse babai nga Korça. Korçar. Si u bën bashkë me njëri tjetrin? Kem Partizan. Sa bukur, histori dashurie shumë interesante. Po prandaj them unë ka pasur vlerë tjetër koha, si u njohët në Instagram, si u njohëm Snapchat, ndërgoj një nga këto. Çfarë quhen këto më? Më ndihmoni, Strixa, okay. Po të njesh Partizan është sik. Janë njohur me gjithmonë Partizan, ëh? Po. Në vitet e luftës, po themi. 43-ën, 44-ën. Ishin në një batalion? Një brigadë? Jo, babi që në brigadë parë. Brigadë parë sulmuse, Po, nëna ishte në brigadën e 5 sulmuse, me Yshni Kapon, me Kadrias Biun, me Shefqet Peçin, me këta. Po si u njohën se jam kurioz. U shlirua Shqipëria. Aha. Me erdhëm në Tiranë, bën mbrëmje vallëzimi. Po, ballo që. Ballo, mbrëmje vallëzimi. Aty kërcyen bashk. Baba ishte 2 vjet i gjatë. Mama ime që një 50 i gjatë. Kërcenin bashk. Po si s'më dha një pëllëm në jetën time babaj. Ase njerë nuk e zjati dorën të më qillonte. Ajo merrte qemshen e qumshit. Këto bryllat mi ka thyer 3 vjetër. Pa çka se babaj po themi më i madh në trup i gjatë. Ishte i gjatë vërtet, ë? I gjatë, i urtë, i edukuar general. Si ndjej zëri. Një burr i urtë, me rrit 11 fëmijë, ne me 11 vëzër e motra. 10, një e mori nga shtëpia e fëmijës mamaja, se tha i kemi 10. Si është kjo historia? E mori në shtëpi të fëmijës. Ishte dëshirë e tyre? Jo. Në kohë atëherë, për festa, merrin çdo familje merrte nga një fëmijë të shtëpia e fëmijës për vitëri, për një majin, për festat. Edhe ne na pëlqeu. E mbajtëm si motër. Edhe unë atë duam shumë nga gjithë atë të shtëpisë së fëmijës. Sa e bukur. Tani ti je i vogli? I vogli. Bashkë me motrën, ë? Po. Dhe jeni edhe më të lidhur, po them, shpirtërisht edhe më ne jemi të gjithë bashkë akoma se kemi amanet nga prindrit tanë që ne edhe bizneset që i kemi bashkë. Edhe shtëpinë e kemi akoma bashkë, 2 dhoma në kuzhinë jemi të gjithë bashkë atje. Sa bukur. Vin nga Beari apo nga Dimri kur vim me pushime nga Italia, nga Belgjika, motrat e Niprit, e Mbesat, e mblidhemi të gjithë aty bashkë.
Cila ka qenë përkrahja jote më e madhe në ato që ke dashur të bësh? Besoj se vetja ime. Vetja? Po. Nuk ka pasur një njeri që ty të ka thënë duhet ta bësh këtë gjë, duhet vazhdosh të luftosh për ëndrrën tënde, dhe këtu i referohem pjesëmarrjes në një kompeticion ku jo çdo kush do kishte guxim të dilte, se njeriu sa më shumë piqet aq më shumë fillon edhe frenon veten. Po në radhë parë njeriu nëse nuk do veten, nuk ka se si do tjetrin. Duhet duash veten një herë, ti japësh ti përcjellësh dhe tjetrit dashuri. Kjo është kryesorja. Në të gjitha aspektet, jo vetëm te sporti, jo vetëm te arti, po dhe tek shokët, te miqt, te motrat, te vllai. E vërtet, po. Duhet të japësh respekt vetes njëri, të duash veten. Se si do duash ti tjetrin kur nuk do veten tënde. Sot kur e mendon, për çfarë të vjen keq më shumë? Megjithatë, te mua ka ndikuar shumë profesor Abedin Lamja, një nga mundësat më të mirë që ka patur Shqipëria dhe Evropa. Profesor Abedini kishte dalë 2 herë barazim me Mikael Bocilën, me kampionin e botës me Rumunin, 2-2 barazim. Fjalë që dash 2-2 barazim me kampionin e botës është gjë e madhe, po si, no? Ai më motivoi shumë, profesor, këtu në Tiranë. Në moshën 18-19 vjeç në klub Partizanit. Je akoma fëmijë. Fëmijë, se atëre vije 15 vjeç të çonte në frutore të punoj babai dhe nëna. Njëkohësisht dhe vëllezërit e mi më motivuan. Niko me Piron. Po kjo ndoshta për mundjen, po për muzikën. Për muzikën e kam bërë me dhunë vet. Okej, ja, arrim tek gjeniu i madh që ti e fitove. Si ndodhi e gjitha? Te gjeniu i madh u bë mukajet Altin Llaka, kitaristi i famshëm. Ardian Ila, kompozitori, dhe Rozana. Këta të tre më thirrën që Berti, hajde që të vesh te vendi ku ishe. Dhe ti si e prite këtë ftesë? Me shumë dashamirësi, erdha, bëra atë që bëra dhe ja arrita qëllimit. Patë ndonjëherë dyshime të tipit, po se duhet ta bëj tani, kurse kam bërë më herët? Jo, këto mi bënde pyetje Rozana, po ti ku ke qenë, ku ke humbur? Sepse ishte në juri. Rozana, Stefi, Endri, kjo balerina se janë disa, po tani Inis Gjoni. Inis Gjoni. Këngëtare, edhe aktore, po. Edhe balerin. Se Inisi balerin ka qenë. Indriti është këngëtare. Okej. Dhe që ditë në parë më dhanë energji të mirë. Po. Më dhanë dashuri, po ti nga ke humbur, pse s'ke dalë në skenë, pse s'ke bërë, pse s'ke... Megjithatë, me Rozana, që ajo që më çoj aty ku më çoj. Okej. Që zjejme, jurinë zjejme. I papar, bërtiste, i papar. Me cilat këngë konkurove aty? Je jeta ime, edhe ti se meriton. Të dyat kem të Rozana Radit, edhe të Ardilës. Për çfarë je më shumë mirënjohës sot në jetë? Për familjen time të mrekullueshme. Nuk ka, në fakt, për motrat e mia, për vëllezërit e mi, për fëmijët e mi. Do vazhdosh këndosh gjithmonë? Derisa të mbyll syt. Edhe pa para. Cila është frika jote më e madhe? Ka një gjë që të tremb fort në këtë jetë? Tani mos më thuaj asgjë se. Të gjithë kemi një frikë. S'ke fare, Jo, vetëm atë lart. Atë e kam.
Pra ti jeton pa pengje, pa frikë. Pse për çfarë të kem frikë? Se ditë këndoj bukur, do kem frikë. Se ditë notoj bukur, do kem frikë. Pse bëra sport aq bukur, do kem frikë. Për çfarë të kem frikën? Pse nuk e dim ne ku do vem një ditë? E dim. Kështu që s'ja vlen të kesh frikë. Ku vajtën prindrit tanë, gjyshrit tanë, gjyshet tona. Atje do vem dhe ne. Ç'është kjo frikë? Nuk e njoh si fjali fare. Në bukur. Je penduar ndonjëherë për diçka në jetë? Pra, cili është pengu yt më i madh, pendesa jote më e madhe në jetë? Këtë që po bëj. E ke peng? Po. Okej, pra je duke realizuar në këto momente, po them një gjë që po të kishe mundësi ta ktheje pas, do e ndryshoje. Pse çfarë do shbesha? Kozmonaut do besha? Ja këtu jam. Jam këtu brenda. Okej, aty brenda jeton ti, edhe kjo duket qartë se e do atë që bën. Po çdo me thënë muzikën e bëre me dhunë të madhe. Si kam frikun kur ti më thua Berti, hajde të bësh një intervist në Tiranë dhe unë për 30 sekonda vi këtu. Frikë kjo apo quhet guxim? Guxim patjetër. Ne jemi të mirë. Nuk është se kërkon ndonjë guxim të madh për të ardhur tek ne, a? Edhe besnikëri, se besnikëria është guxim, okay? Gjë më thënë që muzika tu desh ta bëje me sforco të madhe, me dhunë të madhe, në ç'kuptim? Muzikën. Pra ti futesh vet duke qenë se nuk kishe një shtyrë të jashtme. Ska ajo lind ke qenë vëlla jot, nuk është me të shtyra ajo. Nuk është nuk fiton gjë rrugës. As të keqen as të mirën. Të dyja janë të lindura. Ne nisëm podcastin duke folur për ku ka arritur muzika sot, secili mund të ketë patjetër mendimin e tij, po realisht ta rinisim edhe një herë si bisedë. Ku beson që muzika ka arritur sot në Shqipëri, po dua një përgjigje pa filtra, dua një diskutim që ti e thua ashtu siç e mendon realisht. Dhe siç e di. Po. Shqipëria ka këngëtar shumë të mirë. Sot në këtë moment. Ka instrumentistë shumë të mirë. Nuk ka drejtuesa shumë të mirë. Nuk e menaxhojnë mirë gjën. Sepse nuk mund të lihen në stol të rezervave tani Sandri Gjoka, Aurela, Juliana Pasho, Alban Skënderaj. Mendoj që prap janë në qendër të vëmendjes, a? Janë në qendër të vëmendjes, po janë çik të lodhur me këto shturje të tjera të muzikës shqiptare, me saliret dhe me... Okej, pra, kur thua shturje, për çfarë ke fjalën konkretisht? Çfarë të bezdis ty më shumë tek muzika sot? Edhe si dëgjues, po nga ana tjetër edhe si dikush që e njeh muzikën. E prishën serenatën. E prishën muzikën blonjate, prishën muzikën shkodrane. Të gjitha i prishën. Cili është sot artisti që vlerësohet shumë nga publiku, po ti mendon që ky vlerësimi është i pamerituar edhe i tepërt? Ti përmende emrat. Jo, ti përmende ata të mëdhenj, po ne po pyesim dhe që i dua shumë. Po, jo, po vetëm se janë të mëdhenj. Viola po thot dhe Julianën, dhe Aurelën, absolutisht. Dhe Alban Skënderin, dhe Sandri Gjokën, dhe Redon Makashin, dhe Altinin, dhe Kepën, dhe Erin. Unë i dua shumë dhe i vlerësoj. Janë muzikantë të vërtet, jo të gënjeshtë. E diti që Bledi bën emision këtu apo jo? Këtu edhe. E përshëndesim. Ne e takojmë edhe këtu Gjanën, po. Po Bledi përveç se është muzikant, i shkëlqyer, por është njeri shumë. Është i jashtëzakonshëm, është i jashtëzakonshëm. I shkëlqyer. Është i jashtëzakonshëm. A vlen artisti pa qenë njëri mirë, a është dot artist? Nuk bëhet dot. Si do bëhet? S'ka mundësi fare. Është jashtë çdo lloj. Në fakt Viola e kishte fjalën kush janë disa emra ose ndonjë emër që ti mendon që e ka të pamerituar. Jo për ata që thet janë të mëdhenjt. Po them për këta që janë
që e kanë ndoshta më të vlerësuar se ç'duhet ose të pamerituar, nuk e di. Si e mendon ti? Jo, nuk di të shaj, njeri. Si jam racist ajo gjë dhe Po ja, ky i Sariles për shembull, nuk duket zhurmë e madhe. Ata ta shikojnë vet, ta kuptojnë vet. Se cili e merr mesazhin thua? Po. E merr mesazhin që Nuk është mirë ashtu që. Unë të thash ata që dua, edhe i dua me gjithë shpirt. Absolutisht. I falenderoj dhe le ta dëgjojnë këtë mesazh në qoftë se juve ja u përcjellni se pa dyshim kjo do ja u përcjellni. po patjetër. Me cilin do doje të bëje një bashkëpunim? Përveç meje. Jo, këtë e tutje vetëm me ty. Mendoje një emër. Që do doje të bëje një bashkëpunim, po themi të. Ose që e ke ti peng që do ta bësh një bashkëpunim, ke një projekt të bukur, nuk e di tash, ti e di më mirë këtë pjesë. Jo, mase Me Aleksandër Gjokën për shembull, do e bëje një bashkëpunim? kam kënduar me Sadrin. Ha, si jeni të dy në duet? Jo, nuk kam kënduar në vitet 83-84 te Ligjeni. Okej, jo, po them tani. Ti e ke njohur kur si njifte njeri. Edhe me Abbas Suzin, e me Sandrin, e me Dashnor Dikon? Dikon, e me këndonim të gjithë bashkë te Ligjeni. Unë isha mund, klub Partizani do të. Merrim kitarën e iknim te Ligjeni. Tani. Edhe do t'ja bëj këngën Sandrit Po. tash. E pra, Hajde, ato deshëm. Hajde tani, erdhi radha e këngës, hajde. Atë që kemi kënduar bashkë me Sandrin. Okej, shumë bukur. Je okay apo do të okej. Kesh më shumë hapësirë? Jo, shumë mirë. Okej. Kjo jetë s'po më shijon, diçka në zemër më mungon, të roj apo të vdes, se atë akoma o e pres. Çdo natë ri dhe mendoj, e syt e mi ushten me lot, në ëndër sa po të shikoj, grien për njerë e tek ty vrapoj. Kaloj çdo ditë rrugës ka paragat e tua, jam shumë i lumtur kur dëgjoj fjalën të tua. Kaloj çdo ditë rrugës nga paragat e tua, jam shumë i lumtur kur dëgjoj fjalën të tua. Është natë, unë këndoj, ndoshta ti këndesh larg, zërin tënd unë e dëgjoj si me ngadan. Por unë e di se ti po qan prap tani, zërin tënd unë e dëgjoj, e jona kjo dashuri dhe urendja ashtu me vrat, duke kërkuar onë për natë, dhe urendja ashtu me vrat, duke kërkuar onë për natë. Bravo!
bravo, U na kënaqëm, kënaqë, u na kënaqëm. kënaqë.